Tani më ke ardhë pikrish ke Gjemal Fera. Ka lind në? E sigur nuk është. O 903, o 904. Ku? Ku ka lind? Kruj, Në Kruj. Pra ju jeni krutan. Lagjen Barosh. Ashtu. Gjemal Fera në jetën e tij është marrë që në fillim me biznes, Që në fillim persona nga Perlati, po? Katoni Perlat Po. Pirdit e ka njohë shumë mirë. Aha. Punoj si qerazhi. Me ato që mundi me fitu, ndërtoj në Burrel. Furrën, E pra, se në Burrel ka qu, në qa viti ka qu? Furrën 1? po në qarë viti, ai rrugën e qerazhiut e bënte nga Kruja, Qafstan, Burrel, ose nga Kruja, një lot kulme, Po? dilde Ja. poshtë Prosek, Po me qa? Me kuaj? Perlat, Burgajet, Me kal apo me qerre? me kal. Qarë qere, E pra, se qerre kemi pasë rrugën tjetër, mund të okay. një të qere. Jo pra, ne pa, okay, me kal. Pra e bonte këte. Pra në Perlatin e ka bon dhe çfarë ka lënë simbole në Burrel? Investime, gjana, se unë kam një gjuhë që ka lënë një... Kishte shtëpinë e ti personale. E kishte aty në Burrel? Ishte shtëpia e pritjes Po? gjatë kohës regjimit. Ja. Po, shtëpia e pritjes, Ja, ishte shtëpia këtij e Babstan, e Gjemalit. kalon, furrë, hotel, Po. centralin e parë elektrik. Aty, tu më rri. Edhe është rreth viteve, është para 39-ës. Masanaj, në vitin 1939 është arrestu dhe është internu në Itali. Aha. Në Colfiorito, provinca e Perugias. Është kthy në Shqipni, ka nejt 1 vjet e gjys 2 vjet, dhe kur është bë kryeministër Mustafa Kruja, e ka internu për shtyti në një katun afër Milanës. Shie. Masanaj, lufta maroj, ky nuk diti se ka qenë pa shkollë, Po, s'kishte as një gram as i gan, po me intuit jashtëzakonshme, është shqiptar, është ndër shqiptarët më me intuit. Po, dhe sidomos për afarizmin. Mirë, pse unë sa herë të kam përmend duke bo guidën e Rëshenit, kam thënë, këtë pallat këtë këtu e ka ndërtu Bujar Fera, djali i Konti Ferrës. Jo, Po pse e thonin Konti shumë Ferra? gabim, Po pse e thonin te Konti Ferra? më fal. Po i ma thuj, pse? Jo, po ja kanë Jo, thënë, ja kanë thënë jo, emrin Konti, një po pse? minutë. Ha. Italia qarë është? Mbretënia po Republikë? Republikë është tani, ha. Po normal. Kush mund t'ja jepte titullin atëherë? Po më ishte një titull popullor më shumë. Jo, Maria kishin vu... Ku, pse ja kishin vu Konti Ferra? Ja Pse? kishin vu ata të sigurimin që ishin... Jo, të sigurimit thonin ky, ha? Doni me bot rrezikshëm dhe. Megjithatë, ky punoi dhe në Shqipëri, shkoi pastaj edhe në Itali dhe u Baba bën jonë që punoj për Shqipërinë, unë kam qenë në Itali në vitin 87, po, edhe më tha, puna ime tha, po shifet, se jam i vjetër. po. Unë tha du me i bo, tha një peshqesh popull. Shqiptar. Po, dhe çfarë bëri? Edhe, po tha qarë do me bo, tha du me i falë, tha një spital. Ja. Po. Thash mirë, por thash se ne e kemi thonë lal. Lal. Po. Po sigur atje tamam malsi lal, tona. thash, Ha. po kjo gjodhër duhet bisedu me autoritetet. Ata jap lala tha, porosi tha ty. Thash unë do bëj çmos, por nuk e di se si e presin. Edhe vi në Shqipni, mas 4 muaj e gjys, 5 muaj, marrë një takim me drejtorin tim, Aha. që ishte Emin Mysliu. Po si e kam njoh. Edhe i thonë kështu. A mund të më rregullojsh një takim me Adil Xhaxhanin, Kryeministri. kryeministër? Mhm.
Më tha po. Tha po shikota, çudita rastësita se nesër kam një takim me te. Aha. E ky të nesmen ka fol me Adi Qerçan, edhe ai kishte thonë që e pres kur të dojë të vi. Për Xhemalin, apo për ty? Për mu. Po, okej. Shkove ti? Edhe u vesha si shef, Po. edhe shkova. Më një të nalt dhe më futën në parahyri. Vjen Adili, se ku kishte qenë një nga zyrat. E më thot, më faltot se u bënova. Tash, shoku Adil tash, s'ka nevojë të më kërkoni falje. Si e ke punën, tash, i ma tash, më ka porosit me më thonë që pyet autoritetet atje në Shqipni, nëse unë du me i bon një peshqesh popullit shqiptar, nëse dëshërojnë apo jo. Ai më nigjoj dhe mas pak minutash mori telefonin, si mu duk si kur foli me e prorin e ti, me Ramizalin. Me Ramizalin, po? Edhe ai i dha aprovimin për po, me një urgjencë që jam habit, u ngret grupi punës, sepse duhet të ishin 2 mjek që do përcaktojshin teknologjinë e spitalit. Ne tha kemi nevojë për një spital urgjence. Më tha Adili. Në rregull, na bon detyrën e projektimit, unë bashk me një kolegun tim, architekt, Fredi Salavacin, fillum dhe bom projekti den. E nëzorëm në këshillin teknik të institutit nëmër 1 dhe pastaj u ngarku grupi të bëj projekt zbatimin. U bo dhe projekt zbatimi dhe baba im indjer qoj me njëherë $1 milion në Shqipëri. Ja. 1987. Objekti Karabina kushtoi $174.000. Karabina. Mirë po në atë kohë ndodhen ngjarjet e famshme dhe objekti ngeli. Ku nisi objekti? Në çfarë veni këtu? Ke stadiumi Partizani, Po, stadiumi i lojnave me dorë, po. pak më poshtë. Edhe ai ngeli sepse erdhën kohë tjera. Ai spital kishte mrena edhe skanerin, Që atë kohë. kishte ajër të kondicionu që kushtoi mbi $300.000. Kishte 11 ashensor, kishte 4 salla operacioni, kishte 12 shtretër të terapisë intensive, kishte 28 shtretër, masi dilqin po themi nga operacioni ose nga terapie intensive, edhe shkoshin e shtrieshin në ishin dhoma me 4 shtretër që kishin kompjuterat ku kontrolloheshin të gjitha parametrat e të smut. Bujar, sot ishe shumë kënaqësi që unë një militor i gjeneratës mesme tani të pata në bisedë edhe të falenderoj shumë për gjithë kontributin që ke dhënë. Edhe mirdita të është borxh. Mirdita të është borxh. Sepse ti ke ngajt atë që quhet kampusi modern i një qyteti. Kështu që
Unë me te du të kujtoj fort, por du të nxis dhe pushteti mendor që të mendoje pikërisht për ta vlerësuar Bujar Ferrën. Kaq muna me bo për Shqipërinë, ka 34 vjet që jetoj në Itali. Natyrisht administroj ato që na kalon baba. Që kalon baba atje. Bashkë me 2 djemtë e mi. Bravo. Edhe shëqërë Zotit i kam të rregullu, se cili ka shpinë e vetë, Shumë bukur. djali, vajzat edhe djali. Shumë bukur. Shumë faleminderit Bujar. Shumë faleminderit. T'lut.